tash pas sefirit vjen cili namaz? Namazi sabahut. Namazi sabahut. Duhet me dalë në xhami. Se këtu të ne, Shkup, si ta përfundon sefiri, dhe sa të thirë e zani 30 minuta i kemi. Apo, kemi kohë me marrë abdes, edhe me shku në cilën xhami duam Shkup. Po se cili mendoj që në atë kohë shkon të xhamia ma afër. Pse? Se agjërimi nuk ka me kuptim pa namaz. Agjërimi lidhjen e ka me namaz, lidhjen e ka me Kur'an, po nga dal. Fillimisht me namaz. Tash, dikush bën pyetje, a pranohet agjërimi pa namaz? Po, lene feja çka thot, logjika çka thot. E di si vjen kjo. A kishe pas mundësi me shku në shkollë pa mësu? E di, ke shku në dete, më s'ke hinuj. Për shembull tash, ndoshta analogjia nuk është në rregull. Nuk ka me kuptim agjërimi, natë ditë, tër ditën me ndejt agjërueshëm, për me u bo më i devotshëm te Zoti e më na shkalu namazin. Para unë mëse veten dhe të gjithë njerëzve që do të na dëgjojnë, domethënë namazin e fal në xhami. Edhe pse kategoria e ditë kemi ndoshta më pak janë që e falin namazin në shtëpi, hin kohë namaz dhe e falin në shtëpi dhe normale, binë me fletë, pushojnë, në rregull. Nuk ka gjumi ndalum Ramazan, mund me edhe me fletë, po jo me tepru. Gjumi nuk e prish Ramazan. Jo që unë e preferoj. Çka ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Sa më shumë me ecë duke shku në xhami, më shumë sevap merr. Mos lasim për namazin me xhamat. Namazi me xhamat është më i vlefshëm dhe më i dobishëm se namazi vet për 25 ose 27 gradë. 25 ose 27 sevapi i ke më shumë se sa më fal vetë të shtëpia. Nëse falesh vetë të shtëpia, vetëm obligimin ndaj Zotit e ke përfunduar, ke kry. Ama nëse falesh në xhami, edhe obligimin ndaj Zotit plus 25 ose 27 sevape, dy transmetimi janë për punën e sevapeve ose për të mirave që Zoti t'i jep se falesh pas imamit. Që do t'i gjesh ditën e gjykimit? Normale, këtë punë lidhen me ditën e gjykimit. Nëse në këtë kohë, në këtu brenda kësaj bote, i lidhim të gjitha punë se si do t'i dalim në qosh, për shembull mësimin, provimi, puna, rroga, gjithçka lidhet me fundin, me një dobi, apo edhe adhurimi, ashtu Allah e ka caktuar. Secilin adhurim e ka lidh me sevap dhe ka lidh me të mirat në ditën e gjykimit. E puna më e madhe që mundet me ndodh një njeriu është hyrja në xhennet inshallah. Alhamdulillah. Domethënë kategoria e parë është ata që shkojnë falën në xhami. E dita që nuk kanë shkalohet ata që falën në shtëpi, çka më bë tretës që nuk e fal hiç. Allahu na ruaj nga kjo. Allahu ju zoft ata dhe neve. Është mirë nëse jemi agjërueshëm. Ti bim mas kësaj çështje. Namazi numër 1. Namazi, shive. Para agjërimit të namazit. Shive kushtet e fesë shumë bukur janë të rënditura. Shahadeti, pastaj vjen namazi. Namazi është bën detyrë për njerëzit obligim në qiell, në Miraç, në udhimin e Muhamedit që ka bën Miraç. A këta tjerat janë me kushte tjera. Shembull, namazi. Nuk ka asnjë argument për mos më fal. Nuk mundesh me sjell ndonjë argument se s'jam fal, se mundesh me fal prap. A jam i qartë? Po. Ai je i semur, e fal shtrit, e fal ulur, e fal spital, e fal veç me mendje, je i palëvizshëm, falesh me namazi nuk anashkalohet, nuk lihet. Agjërimi ka plus kushte. Nëse ke shëndet, agjeron. S'ke shëndet, nuk agjeron. Namazi, ke shëndet, pa tjetër mu falë. Para mendoj çfarë rëndësie ka namazi. Edhe këta zeqati shembull, ke tolla jep zeqat, nuk jep. Haxhi, ke shëndet, ke mundësi financiare, shkon haxh, po nuk ke, nuk bjen si detyrë, ama namazi jo. E për atë shkak unë e mësoj veten dhe të gjithë tjerë, që agjërimi, vallahi s'ka kuptim pa namaz. Edhe i këshilloj të gjithë besimtarët që namazin mos e lini.